Shpati, aty ku guri fshehe kurin, ku shtigjet gushtohen dhe pushtuesi nuk fle kur, sepse mali ka një misy dhe asnjori nuk është i verbër. Në lartësin mbi Elbasan ajri ftohet 1420, por ta kërkon të ngjitet lart, por këtu nuk ka fush, nuk ka hapësir për sulme ku ajtër zgjasin. Shigjetat zbresin nga lart, të shpejta, të rënda, të sakta. Gjergjari janë i t'i vështron nga shtëmbin, zotënin të shpatit nuk lëvizin. As një thua, as një gur. Bura të lindur në pyje e gur, njohi çdo shpel, çdo hije. Goda si në mush dukën para gjimit, sultani urdhëron me reni malin, mali përgjigjet me eshtje. 1425, presioni rritet nga dal. Vjen regjistri, vin taksat, vin urdhrat, duam tokën, duam bit, duam binjes tash pati përgjigjet duke u zhdukur. Lajmëtarët hyjnë në lugjina, dalje nuk ka vetëm ku ajt thehen mantelan dhe të vera. Arjanit i lidh fjallën me qakun, gropa, topja, 5 paletër, por e fort siguri nuk është do ballore, është plagë e vazhdueshme, rrethimi përmbysur ku qakoset pushtuesi. Një 1430, Shkëndia bëhet zjarr, shpati ngrihet jo për mbrojtje, por për kundër sulm zbren nga malet si ujq të lirë. Godasin e kthehen në lartësi, myze që ja qan, dhe boli hesht, shpati mbetet i lirë, jo nga fati nga zgjedhja. Osmanët djegin pyet, po nuk digjet era, nuk kapet guri, nuk nështrohet mali, çdo shteg është kurt, çdo maj është sy, çdo natë është betim për të mos u përkulur. Shpati, frimarja e ati që nuk përkulet, sa kohën ndricon majat, sa ko gurin ban me ndemrat, arbëria nuk do të jetë kur.